Po. Jo, atë ma losh mu. Do ta lë programin. Po, ma losh programin se vitin e tretë. Për emisionin tjetër. Vitin e tretë të fushatës, domethënë të theqjes, partitë politike i fshin. Po, mendoj aty nuk përmenda një api çështje më të rëndësishme se përmende përveç parkingut, është edhe çështja e komunikacionit, se çajri 3 kilometër, është rruga e Pashës në top prioritet, për këtë mund të flasim edhe në emisionin e parë, vitin e parë. Besoj që do starton sepse ka projekt, ka leje ndërtimi, ka fillu procesi i ekspropriimit, kushton 7 milion euro, mjetet janë siguruar në buxhet të qytetit Shkupit dhe do jetë projekti i parë me i cili do fillon në Çajër. Rruga John Kennedy të shpërten në bulevardin Nikola Karev, dhe rruga Mitat Frashëri apo dikur Kosova Maqedonës aty ku dolëm, edhe ajo parashiva të zgjerohet, dhe unoza në malin e Gazibabës janë projektet kryesore për komunikacion në Çajër. Po kësaj jashtem se Çajiri nuk mund të shihet si izolum, duhet të jashtem edhe rrugën me bulevardin Bosnjë e Hercegovina dhe Slovenia, duhet të bashkangjitet nga një anë Kroacia dhe Malizi, se kështu i kanë emërtuar në atë kohë, që mundson dalje prej autokomande në Gjoçë apo në Saraj.